Po që se është një mirësi që dikush vinë edhe të përgozon për atë mirësi, është mirë që në pjesë të asaj mirësisë me e dhon atij personit, ose me i dhon një dhuratë. Thuhet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka lindë fëmia, ai që ja ka dhënë myshden, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë dhuratë. Njëri prej sahabëve vëllezër ka kalu me një sprov shumë të rëndë. Ka emrin Ka'b ibn Malik. E bën një gabim. 50 ditë nuk i fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E bën një gabim, një mëkat, një lëshim që nuk është dash me e bo, me një kohë që nuk është dash me e bo. Ka pas shumë nevojë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe sahabët kanë pas nevojë për atë që ai me qenë prezent me ata. Mirë, po sahabiu thot, unë thot neglizhenca. Kjo është vëllezër ndonjëherë në davet. Dikush mos mendon se i ndihmon hoxhës, se kjo ndodhen ndonjëherë. Jo vëllezër, ndonjëherë kur hoxha i kërkon dikujt dënë ndihmë, wallahi nuk e kërkon për vetveten e tij personalisht. Por kërkon me ndihmu dikund ku është Islami, se kam ndigju pa edhe kam përjetu vëllezër. Ndonjëherë dikund kur e përkujton dikujt me dhon sadaka, merr inati. Ti ndoshta do ta ndihmosh për kurbanin e tij ose dëni punë të hajrit me bë, që Allahu ta ka mundsu me e bë, e dikush mendon se hoxha e kërkon për veten e tij personalisht, po bile ndoshta edhe qorton hoxhën, ndoshta edhe mrolet. E kundërta vëllezër. Me bë që është në pyetje diçka për firmën e tij. Lije që personit që ka ardhur e falenderon, po edhe bakshish i jep. Po xhollar nuk kërkojmë bakshish për atë që ta mëson diçka të mirë. Mirë po, nëse nuk ja falenderon bare, ose në çmo. Se kjo ndodhen vëllezër. Wallahi, besoni vëllezër, një shërbim që ja bën kryesia e xhamisë, xhamatit, ose hoxha që e bën, ose dikush pi vëllezërve. A dini vëllezër se jashtë asaj ti që e ke bën, një kurban që e ke pagujt, atë rrugën që ka me shku ai, kohën që ka me shku, lodhjen që ka me shku, ti se ke pagujt. Unë e dje kam fol me disa vëllezër, parafërsisht ka qenë ora 11:40. Ka lënë diçka mangu prej punëve të tyre, që me shku me e kry këtë emanet të çështja e kurbanave. Andaj, kjo shumë është me rëndësi. Kthehemi prapë te sahabiu. Pas 50 ditëve vëllezër, zbret ajeti, Allahu subhanahu wa taala zbret shpallje që e ka fal këtë sahab. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam del në xhami edhe i tregon sahabëve para namazit sabahut. Ka pas prej sahabëve që kanë qenë zgjut, janë çu herët, kanë qenë te xhamia, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush i tregon? Njëri prej sahabëve i hipën kalit me shku me i tregu. Ai tjetri çka bën vëllezër, vetëm hipën që ka pas apte pranë xhamis një kodër edhe prej atij edhe vërtet. O çap thot. Myshde për ti me një ditë që se ke pas më të mirë prej kur të kalim thot nana në këtë dynja. Allahu të ka fal. Thot Ka'bi thot kam qenë thot mbi shtëpinë time. Kur e kam dëgju thot këtë zonin që ka ardhur para se ma ardh ai kalorsi ma shpejtësi, thot jom nis për te xhamia. Kur kam ardhur thot kanë qenë njerëzit të gëzuar shumë. Mirë po, nuk do t'ja haroj thot kujt, nuk do t'ja haroj atij thot që ma ka qu lajmin thot me zonën e tij, edhe kur kam hite xhamia thot i pari thot që ka përqafu edhe më ka oru. Ai ka qenë kush ka qenë Talha ibn Ubaydillah. Thot o çun kom edhe ka përqafu prap ka thon lum për ty, ka thon myshde për ti me një ditë që nuk e ka pas ditë më të mirë prej asaj ditës që të ka lind nona. Thot kur nuk do t'ja haroj Talhas këtë mirësi, thot i kam pas thot vetëm një paltesha, që ata thot ja kam dhënë dhurat kujt Talhas. Ku është ajo? Kur dikush ta bini lajm të mirë, që në jetën tonë ndoshta e ke prit shumë, mos e kthe bosh. Jepja një dhurat. Për shembull dikush ndoshta pret në jetën e tij me u feju me dëni vajs, si japin, e dikush vini ose mësyti ose dikush tjetër, ja jap një lajm, kupton. Tani më para kanë qenë këta sende kanë kushtuar shumë.